Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi bashkarisht me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë së bashku reagimet më të fundit nga banorët e Big Brother VIP Albania. Tashmë ish banor. Në fakt ka qenë një pikpyetje e madhe e publikut shqiptar, çfarë po ndodh me Mirin, pse nuk është aktiv në Instagram, pse nuk reagon në fakt për lojën e tij në Big Brother, ka dhënë disa deklarata lart edhe poshtë për marrëdhënien e tij me Selin, por Miri ka reaguar së fundmi në Instagramin e tij. Unë dua ta lexojmë në mënyrë të detajuar dhe ta analizojmë. Miri thot kështu: Faleminderit nga zemra çdo njërit prej jush. Këtë thënie ka shoqëruar edhe me një zemër të bardhë. Asnjë fjalë im, thot, nuk mjafton për t'ju shprehur me përulje mirënjohjen. Ky rrugtim në Big Brother VIP Albania 5 nuk ishte thjesht një lojë. Ishte një përplasje me kufijt e shpirtit, me heshtjet që bërtasin dhe me zërin që ndonjëherë duhet që të ngrihet. Edhe me forcën, madje edhe kur të gjithë duan që të ulin. Eca në një vit të hollë, aty ku karakteri sfidohet dhe maskat bien në tokë. Jo gjithmonë i përkryer, por gjithmonë i vërtet. Më thënë Miri thot, jo gjithmonë i përkryer, por gjithmonë i vërtet. Tani, unë këtu dua të ndaloj, njëri të përkryer nuk ka në këtë univers, se po të kishte njëri të përkryer, atëherë do të ishte universi pa kuptim. Ka pasur momente kur loja u bë më shumë se lojë, thot. Kur fjalët peshonin më shumë se ç'duhet dhe raportet ndryshonin si era. Në fakt që unë e kam thënë gjithmonë që nëse ka patur Big Brother, që loja është kthyer në personale, është ky Big Brother. Unë mendoj që këtu nuk kanë luajtur si lojtar, por kanë luajtur si banor, kanë luajtur si individ. Më pas Miri vazhdon: disa rivalitete lindën natyrshëm, thot. Disa të tjerë u kërkuan me ngulm. Me disa mbetëm përballë, me disa në një vigri mes mikut edhe kundërshtarit, aty ku vetëm koha tregoi çfarë ishte e vërtet. Tani këtu me këtë mbetëm përballë e ka me Selin, që do të thënë mbetën përballë njëri tjetrit, nuk është se i qartësuan gjërat, të paktën nga ana e Mirit, sepse Selina e qartësoi në veten e saj, ndërsa këtë pjesën tjetër që thotë mes disa, thot, mbetën në një vigri mes mikut dhe kundërshtarit, aty ku vetëm koha tregoi çfarë ishte e vërtet. Këtë e ka me patjetër e ka për Rogertin, që do të thënë këto të dy rrugtimin e tyre në shtëpinë e Big Brotherit e prishën pikërisht në fund të këtij spektaklit. Më pas vazhdon: nëse ndonjëherë dola përtej kufive të mi, ishte sepse luftova fort. Por gjithmonë u ktheva tek ajo që mua më përfaqëson: respekti, dinjiteti, mirësia, pra vlerat dhe ai zotni Llëku që ju ma keni dhënë mua, thot, si vul, Miri. Më pas vazhdon: shumë të dashur, mamaja, babi dhe vllau im, familja ime e parë. Ju që më mësuat me fjalë e vepra se nuk ka rëndësi të fitosh botën nëse ke humbur shpirtin. Ju dua e jam mirënjohës. Miri, do të thënë, ka filluar një herë për familjen e tij. Dhe më pas vazhdon: dhe për vajzën Artisja dhe bashkëshorten time Rabea, faleminderit që më keni mbështetur pa lëkundje dhe që në mënyrë të veçantë ti, Rabea, e ke kuptuar lojën në çdo moment. Ke qenë fort për të dy nga fillimi e deri në fund. Do të thënë, unë e kam analizuar këtë gjë, unë dyshoja që Miri me Rabean ka një pakt nga jashtë, por duke e ditur komunikimin e tyre që më hershëm, Miri tregoi që ka ndërtuar një strategji. Tani kjo do të mbetet në peshën e tyre, ishte një strategji apo u nis si një gjë e vërtetë dhe më pas u tha si strategji,
Por për ta duar trokitur, bashkëshortja e Mirit që në ditën e parë deri në ditën e fundit dhe më tej vazhdoi që të kishte besim tek burri i saj. Tani, u ndje e thyer dhe e lënduar, me patjetër që u ndje e thyer dhe e lënduar, sepse nuk është e lehtë në një botë kaq të egër virtuale, me patjetër që komentet janë një luftë e madhe. Unë mendoj që më të qetë kanë qenë banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit sesa familjarët jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ku më pas Miri vazhdon. Për Landin dhe Albanin nuk kanë fjalë që përshkruan një jetë bashkë. Kemi qenë aty si gjithmonë pa kushte. Dhe më pas thot, falemnderimi thellë i përjetshëm për ju mbështetësit e mi të vërtet të Westside Family. Ju jeni alfa dhe omega, rënja dhe arsyeja pse vazhdojmë rrugën tonë, çdo herë e më të fortë. Ky kapitull mbyllet, por rruga vazhdon. Në skenë, në muzikë, në çdo koncert dhe në çdo event ku ne takohemi sërish. Më të lirë, më të fortë dhe më të vërtet se kur. Ju dua e ju duam, publiku dhe vetëm publiku, i juaj Miri. Në fakt, ky është reagimi i cili ka ardhur menjëherë pas përfundimit të Big Brotherit nga ana e Mirit, i cili ka parë edhe të gjitha analizat, komentet, mënyrën se si u komentua marrëdhënia e tij me Selin. Do të thënë siç duket nuk ka patur një zënk apo një krisje në martesën e Mirit, ashtu siç përfliteshte që Miri ka patur probleme me Rabeën. Rabea siç duket ka qenë besnike drejt rrugtimit të Mirit, ka qenë besnike drejt rrugtimit të dashurisë. Okej, Miri nuk arriti që të fiton Big Brotherin, por unë mendoj që Miri më së shumti këtë lëvizje në karrierën e tij e bëri në kuadër të rikthimit në skenën muzikore, sepse që nga vdekja e Florit, Westside Family normalisht patë një rënje, por jo një rënje drastike, normalisht ndryshojnë dhe gjeneratat dhe gjithçka. Kjo nuk kupton që Miri tashmë ka mbyllur çdo kapitull, do me thënë për marrëdhënien me Rogertin, Miri e quajti besnikërinë e tij kundër drejt Rogertit një shok i vërtet, ndërsa Rogerti do me thënë i doli gënjeshtar, ndërsa në raportin me Selina thot mbetëm përballë një diçkaje që sipas Mirit nuk u sqarua asnjëherë. Kjo nuk e dim tash nëse nuk kupton që do të ketë një bisedë mes këtyre të dyve, por unë mendoj që tashmë gjërat kur i shikojnë jashtë, lufta e madhe që është bërë mes familjeve, nuk ma merr mendja që do të ketë një bisedë qoftë edhe sqaruese mes Mirit dhe Selin. Miri tash do vazhdon fuqishëm, vetëm se publikoi një këngë, do me thënë një këngë e cila erdhi në mënyrën më të bukur nga televizioni Top Channel, më pas ishte familja që në fund t'ia vënduan duart dhe familja që nuk hoqi kur duart nga Miri. Miri e pranoi humbjen e tij me dinjitet, do me thënë është e bukur kur njerëzit i pranojnë humbjet me dinjitet. Unë mendoj që duhet të jemi të dinjitetshëm si në fitore si në humbje. Çdo gjë është për njeriu, nuk është fundi botës, jeta vazhdon, ka shumë gjëra të mira që mund të merr nga Big Brotheri dhe kështu që Miri arriti që të merr atë që ai dëshironte. Do me thënë komplet falenderimin ai ja ka kushtuar bashkëshortes, e cila në fakt ka bërë një tifo të jashtëzakonshme për burrin e saj jashtë shtëpisë së Big Brotherit.